edhe jemi çka na ka bën me rëmby zemrën, thjesht për mua, flas për vete. Kyle është një prej, unë gjithmonë thamë është një prej njerëzve më të mëshëm që një, edhe mënyra se si ai më trajton mua, ka bën me dashuron të. Sa bukur, po hajta pyesim Kyle pak se çka e ka bërë atë të dashurohet në ty? What made you fall in love to, First of all, she's a beautiful woman. She is. She's so smart. And she's the happiest person I've ever met. And she just makes me feel so loved, so supported, and nothing ever gets her down. It's just such a beautiful quality. Sa bukur. Pra është ajo energjia që I dhuron Flutura, si duket edhe për portretet tjerave që nuk dojnë shumë koment për e bukur dhe e mençur. Ju, nga fryti I dashurisë tuaj, ka lindur djali juaj të cilin keni vendosur ta quani Kastriot. Sa ishit, sa kohë u desh që ta mendonit për emrit edhe të binit dakord që të dy? That's how long it took us to settle on his middle name, Kastriot, and how did we decide? Not very long. Yeah. No, not very long. There were two choices, and I liked Kastriot more, and we agreed that was the one. Kemi vendosur shumë shpejt, sa I kemi marrë vesh që kemi djalë, unë s'ka pas negociat, ka pas djalja me pas emrin shqip. Emri Kastriot është William Kastriot. Për emrin shqiptar kemi pas dy zgjidhje, ose emrin e vllaut tim, që ka Trilon, edhe ai emër I bukur shqiptar, ose Kastriot, se Kastriot ka domethënie shumë të madhe për kombin ton. Edhe Kyle I ka pëlqyer më shumë emri Kastriot, edhe mua ka pëlqyer tepër, edhe kemi vendosur shumë lehtë. Si ja përshkruani suedezve apo miqve të tjerë nga nacionalitetet tjera kur pyesin se cila është domethënia e emrit të dytë Kastriot? That's how do we when people ask us about his middle name, like how do we explain it? We explain that he's named after the national hero, someone who saved the country and others from the expansion of the Ottoman Empire, a famous general. Shta Kyle, spjegojmë se ajo është ka emrin e herojit kombëtar shqiptarëve, edhe paraprakisht tregojmë se kush ka qenë Skënderbeu edhe për çfarë është I njohur. Shumë e bukur kjo. Flutura ti vjen nga Rahovecia, po? Po, kam lindje jam rrit Rahovec. Pra besoj Kyle, sa po zbret në Kosovë, Rahoveci është ndalesa e parë? Patjetër. E ka provuar, çfarë mendon për rushin e Rahovecit, Kyle? What do you think of Rahovec grapes? Amazing. We did a tour of the winery. It was fantastic. The wine was absolutely amazing. Po, kur ishim në Rahovec, kemi pas një tur privat të Stone Castle, edhe të drumit tjetër, edhe në dy vendet na ka pëlqyer vera jashtëzakonisht. Është e mirë, është e mirë. Është nga të shumta gjëra të mira që ka Rahoveci, këtë duhet ta themi. Flutura dhe Kyle, ju faleminderit shumë për kohën, të bashkëbisedim të drejtë për drejtë me mua këtu në emision, edhe një herë ju uroj për vitorin e pavarësisë së Kosovës. Shpresoj t'ju takoj kur të jeni në Kosovë, të jemi bashkë në studio, që ta kemi dhe këtë komunikimin më të barabartë edhe një herë. Thank you very much, Kyle. Mirupafshim. Mirupafshim, ishim me Fluturën dhe Kyle, qiftin me historinë e dashurisë që edhe pas kaq vitesh duket sikur janë takuar ishtas. Një dashuri që u aurojmë secilit. Do ndalemi tani tek një histori tjetër e një nëneje, e cila veç pas javë pasi lindi Adorin, I cili sot është 7 muajsh, Dua Roma ka nisë me njëherë ushtrimet e Pilates. Ju a kuptoni që kjo Pilates ka filluar që të jetë një nga gjërat kryesore që përfutet në rutinën edhe të zonjave, por edhe të djemve. Hajde shohim si ka qenë për Dua në këtë rast.
Pas lindjes së fëmijës së saj të parë, Dua Rama i vendosi vetën dhe djalin e saj, Adorin. Po, mendoj që është zgjedhja e duhur për pilates, pasi që forcon muskujt, tonifikon trupin edhe na ndihmon për përmirësimin në frymarrje. Kom pas shumë pyetje prej shumë nanave që më kanë shënu, më kanë thonë pas sa kohë ki fillu ushtrimeve, unë kam fillu mbas 5 jave që kom lind, edhe vlen ta cekit që kam lind me lindje cezariane, se ka qenë pyetje shumë shpesht prej nanave që e kom marrë. Po ashtu, normal kom vazhdu me rekomandimin e mjekut, nuk ka pas diçka rrezik edhe nuk kom pas dhimbje për gjatë ushtrimeve. Për ndryshe, këtu për mu ka qenë vendi ideal, po ashtu kjo ambient, do më thonë, relaksus me një pamje mahnice, sidomos me pajisje profesionale edhe nga trajnerja e duhur. Sa i përket kësaj pjese, unë kom pas mbështetje edhe motivim shumë nga Ilda, edhe ka qenë arsyeja që unë kom ardhur me vullnet. Sidomos kuptohet se mbas 5 jave edhe bebi është shumë i vogël, edhe në momente kur nuk ka pas kush me u përkujdes, Ilda ma ka mundësu që me marrë bebin me vete. Ushtrimet normal si për krejt, domethënë kanë qenë pak të vështira sidomos në fillim, po pas një kohë me balancim, domethënë mësohesh. Vështirësi nuk kom pas, dhimbje nuk kom pas, domethënë krejt ka qenë normale. A ka qenë qëllimi juaj ndoshta me arrit një rezultat në pesh, siç keni qenë më herët, edhe a ka qenë ky rezultat i dukshëm shpejt? Po, fiks, domethënë ky ka qenë qëllimi kryesor, pasi që në shtatzani